Të gjithë e injoronin vajzën e shurdhër të milionerit. Derisa një kamariere ndryshoi gjithçka. Vajza tregonte drejt pjatës dhe qante. Dhe pastaj ajo kamariere e thjesht ndaloi në mes të sallës, lëshoi tabakan mbi banak dhe eceu drejt vajzës. Askush nuk kuptoi se çfarë do të bënte ajo, por ajo që ajo kamariere do të bënte në minutat në vijim do t'ia ndryshonte jetën asaj familjeje përgjithmonë. Nuk ishte një qarë kokfortësie, nuk ishte këmbëngulje, ishte dëshpërim, ishte qarë e dikuj që dëshiron të kuptohet dhe nuk arrin. Që hap gojen dhe asnjë fjalë nuk del, që lëviz duart në ajër dhe të gjithë ja kthejnë shikimin. Laura kishte 7 vjeç dhe kishte lindur e shurdhër. I gjithë restoranti ndaloi, pirunët në ajër, njerëzit duke u kthyer. Një grua në tavolinën fqinj i përshpëriti burrit të saj me një shikim gjykues. Kamarieri u tërhoq një hap pa ditur se çfarë të bënte. Menaxheri ju afrua me atë buzëqeshje të shtirë të atij që dëshiron që problemi të zhduket shpejt. George Cavalcanti ishte ulur pranë vajzës së tij me kravatën të shtrembër dhe sytë e kuq. Njeriu më i pasur në atë sallë, njeriu që paguante taksat më të mëdha në atë qytet, njeriu që kishte një kat të tërë në një ndërtesë tregtare dhe një vilë me 8 dhoma. Dhe në atë moment ai ishte babai më i pafuqishëm në botë. Nuk mundi të bëj asgjë. Laura po qante me gishtërinjt e grirë. Ajo po përpiqej të thoshte diçka me gishta, shpejt e dëshpëruar, por askush aty nuk e kuptonte, as vetë babai. George Cavalcanti nuk dilte shpesh me vajzën, jo sepse nuk e donte. Ai e donte atë me një intensitet që dhem. Por të duash Laurën ishte e vështirë në një mënyrë që ai ende nuk kishte mësuar t'i jepte. Ishte një dhimbje e përzier me faj, e përzier me mall për dikë që ai kur nuk ishte në gjendje ta harronte. Ana, nëna e Laurës, vdiq në lindje. Hemoragji e rëndë. Mjekët luftuan për orë të tëra. George qëndroi jashtë dhomës, duke dëgjuar zhurma që ai kur nuk do të mund t'i harronte. Kur mjeku doli me fytyrën e mbyllur, George tashmë e dinte. Ai mori vajzën në krah për herë të parë dhe e pa atë fytyrë të vogël perfekte, duke u munduar të marrë frymë. Vajza kishte mbijetuar, gruaja jo, dhe Laura lindi e shurdhër, e diagnostikuar javë më vonë, kur testet konfirmuan atë që mjekët dyshonin tashmë. George pagoi për specialistët më të mirë. Pagoi për aparatet më moderne, pagoi për gjithçka që parat mund të blinin, por asnjë aparat nuk i kthente zërin që Laura kur nuk pati, dhe asnjë mjek nuk i mësonte Georgit të komunikonte me vajzën e vet. Problemi ishte ky, problemi i vërtet. Ai që ai kur nuk e tregonte askujt. Ai nuk dinte të fliste me të. Ai kishte provuar të mësonte gjuhën e shenjave një herë, 3 vjet më parë. Punsoi një mësues të veçantë, bleu libra, shikoi video. Zgjati 6 javë. Punës i duhej vëmendje, mbledhjet shfaqeshin, udhëtimet vinin dhe ai e la pas. Pas u bë kurr. Laura u rrit me kujdestare të durueshme dhe terapistë të përshtatshëm. U rrit e rrethuar nga profesionistë, por u rrit pa babain pranë. Atë të shtunën, George u zgjua ndryshe. Ishte ditëlindja e vajzës, 7 vjeç. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, ai e pa vajzën në mëngjes, atë vajzë me flokë bjonde dhe sy si të mamës, dhe mendoi se po humbte diçka që nuk do të kthehej më. Le të dalim, i tha kujdestares. Sot unë kujdesem për të. Kujdestarja u habit, por nuk tha asgjë. George mori vajzën për dore, e ndihmoi të veshën xhaketën dhe të dy shkuan duke ecur drejt restorantit në Cep, një vend luksos. U ulën, erdhi kamarieri. George porositi për të dy sepse nuk dinte të pyeste vajzën se çfarë dëshironte. Tregoi në meni 2 pjata të ngjashme, mendoi se ishte në rregull, por nuk ishte. Laura pa pjatën që erdhi dhe mbeti e ndenjur. Pastaj filloi të lëvizte duart me shpejtësi, duke treguar drejt pjatës, duke treguar drejt menys, duke treguar drejt babait. George nuk kuptonte asgjë. Ai buzëqeshi nervozisht dhe tha, "Mund të hash, e dashur", tha me zë. Por buzët e saj dridhen. Ajo nuk e kuptoi atë që po thoshte babai. Qarë filloi ngadalë. Së pari syt i mbushën me lodh. Pastaj mjekra filloi të dridhet. Pastaj erdhi zhurma, ajo zhurmë e ndryshme që bëjnë fëmijët e shurdhër kur qajnë. Një zhurmë që të thyen çdo mur dhe çdo zemër. I gjithë restoranti ndaloi. George u ngrit në këmbë pa ditur se çfarë të bëj. U përpoq të prekte shpatullën e vajzës. Ajo tërhiqej.
U përpoq të fliste më ngadalë, të gërmëzonte me buzë. Asgjë nuk ndihmoi. Menaxheri ju afrua me hapa të shpejtë. Kamarieri mbeti duke parë. Një grua kërkoi të ndryshonte tavolinë me zë të lartë, pa u përpjekur as të fshehte. Dhe ishte në atë moment që një kamariere ndaloi çfarëdo që po bënte dhe eceu drejt Laurës. Emri i saj ishte Maria dhe ajo do të bënte atë që askush tjetër aty nuk kishte provuar. Maria nuk kërkoi leje, nuk priti miratim, thjesht shkoi. U ul në nivelin e Laurës, jo me keqardhje, por me vëmendje, me atë qetësi të atij që e di saktësisht se çfarë po bën. Dhe pastaj ngriti duart dhe filloi të fliste në gjuhën e shenjave. George mbeti i palvizshëm, nuk e kuptonte atë që po thoshte kamarierja, por Laura ndaloi së qari në çast, fjalë për fjalë në atë moment. Sytë e saj u hapën, goja u mbyll. Ajo i vështroi duart e Marisë sikur po shihte një mrekulli. Pastaj buzëqeshi, një buzëqeshje e vogël së pari, pastaj një e gjerë, në atë mënyrë që fëmijët buzëqeshin kur janë vërtet të lumtur, me të gjitha dhëmbët e tyre duke u shfaqur. Laura i u përgjigj me shenja. Shpejt e emocionuar. Maria qeshi, i u përgjigj. Laura qeshi me të. George vazhdoi të shikonte atë sken pa qenë në gjendje të fliste. Menaxheri mbeti i ndenjur, kamarieri mbeti i ndenjur, i gjithë restoranti mbeti i palvizshëm. Ajo kamariere e thjesht me përparse të bardhë dhe pa asnjë diplomat dhe flokët e lidhur me një brez, po kishte me Laurën bisedën më natyrale që George kishte parë që vajza të kishte me ndonjë të rritur në gjithë jetën e saj. Maria u kthye nga ai dhe tha me zë të qetë, ajo dëshironte pjatën pa qep, ka alergji ose nuk i pëlqen. George hapi gojen, nuk dinte të përgjigjej, nuk e dinte. Maria u kthye tek Laura dhe e pyeti me shenja. Vajza i u përgjigj. Maria u kthye përsëri tek George. Nuk i pëlqen, kur nuk i ka pëlqyer. Por është në rregull, ajo thjesht dëshiron ta ndryshojë. A mundet? Mundet, sigurisht që mundet. Zëri i tij doli i trash në një mënyrë që ai nuk e priste. Maria u ngrit, rregulloi përparsen, shkoi në kuzhinë dhe u kthye minuta më vonë me një pjatë të re, pa qep, me një detaj të vogël shtesë që askush nuk kishte kërkuar. Në cepin e pjatës kishte një fet shalqi të prerë në formë yll. Laura pa dhe mbeti me gojë hapur. Ajo bëri një shenjë që George nuk e kuptoi. Maria i u përgjigj me shenja me një buzëqeshje. Pastaj i shpjegoi babait. Ajo pyeti nëse e bëra këtë për të. Unë thash po. Ajo tha se është gjëja më e bukur që ka parë ndonjëherë. George u detyrua të gëlltiste thatë. Gjatë drekës, Maria kaloi pranë tavolinës disa herë më shumë se sa duhej. Jo në një mënyrë të bezdishme, por në një mënyrë të kujdesshme. Sa herë që Laura dëshironte të thoshte diçka, ajo ngiste dorën drejt kamarieres dhe Maria shfaqej, ulej, dëgjonte, përkthente për babain kur ishte e nevojshme. Ishte hera e parë që George dhe Laura drekonin së bashku vërtet, me bisedë, me qeshje, me të kuptuarit. Kur mbaruan, George u ul për një moment, duke parë vajzën të vizatoj në një pecet me një laps që Maria kishte sjell pa u kërkuar askujt. Si e di gjuhën e shenjave, ai pyeti kur Maria kaloi pranë. Ajo ndaloi, fërkoi duart në përparse. E mësova nga mbesa ime. Ajo gjithashtu është e shurdhër. E mësova sepse doja të komunikoj me të vërtetë. Nuk doja që ajo të rritej, duke mendur se heshtja ishte vendi i saj në bollë. George e pa Marin për një moment të gjatë, ndjeu peshën e asaj fraze duke u ulur brenda tij. Faleminderit shumë, tha ai. Ishin dy fjalë, por zëri i tij dridhej në një mënyrë që thoshte shumë më tepër. Maria e ndjeu këtë me diskrecion dhe shkoi të shërbej një tavolinë tjetër. George e pa vajzën, e cila ende po vizatonte e përqendruar, majën e gjuhës, duke dukur midis buzëve, si gjithmonë kur ajo përqendrohej, dhe ndjeu diçka që nuk e kishte ndjerë për shumë kohë. Ai ndjeu se kishte qenë i pranishëm vërtet. Ai hoqi portofolin nga xhepi, vuri në tavolinë një shumë që nuk ishte bakshish, ishte mirënjohje. Dhe pastaj e thiri Marin përsëri. Kjo pagesë është për atë që bëre për vajzën time sot. Maria pa parat, pastaj e pa atë. Zotëri, unë nuk bëra asgjë për para. Nuk e pranoj. E bëra për të. E di shumë mirë se çfarë është të duash të kuptohesh nga dikush dhe të mos arrish. Zëri ishte i vendosur, por jo i ashpër. George mbeti i ndenjur.
Askush pranë tij nuk kishte refuzuar kur më parë. Ai pa se ajo ishte e ndryshme. George do të kthehej më shumë herë atje dhe ajo vendim për t'u kthyer do t'ia ndryshonte jetën atij dhe vajzës së vogël Laure. Dhe George as nuk e imagjonte se çfarë do të zbulonte për Marin në javët në vijim, por diçka brenda tij tashmë kishte ndryshuar në atë drekë dhe ajo diçka nuk kishte kthim mbrapa. George u kthye të mërkurën, pastaj u kthye të shtunën, pastaj të martën, pastaj çdo javë, ndonjëherë 2 herë në javë, gjithmonë me Lauren, gjithmonë duke kërkuar të shërbehej nga Maria. Laura filloi t'i prishte me padurim ato vizita. Në mëngjes në ditët kur shkonin në restorant, ajo zgjohej më herët, vishej vetë, bëhej gati para babait dhe qëndronte në derë të dhomës së ndenjes me çantën e saj në shpatull, duke trokitur me këmbën. George e shikonte të gjithë dhe zemra i shtrëngoi në një mënyrë të mirë. Maria i mësonte Laurës gjatë intervaleve. Gjëra të thjeshta, lojra me shenja, tregime të treguara me duar. Laura mësonte shpejt me atë shpejtësi të fëmijëve që gjejnë vendin ku u përkasin. Dhe Perëndia si qeshte ajo. Por diçka tjetër po ndodhte atje. George filloi ta vinte re. Ai filloi të shikonte Marin në një mënyrë që nuk ishte më vetëm mirënjohje, ishte vëmendje, ishte kuriozitet, ishte dëshirë për të ditur më shumë. Ajo kishte një mënyrë për të qenë që ai nuk e gjejte njerëzit e botës së tij. E drejt për drejt, pa qenë e trash, e butë pa qenë e reme, e fort pa pasur nevojë të bërtas. Një ditë ai erdhi më herët se zakonisht dhe e gjeti Marin të ulur në një cep të sallës së zbrazët gjatë pushimit me një libër në dorë. Kopertina thoshte gjuhë dhe dashuri. Ai pyeti se për çfarë bëhej fjalë. Për mënyrën se si komunikojmë me ata që i duam, tha ajo pa i hequr syt nga faqja. Jo vetëm me fjalë, me prani, me vëmendje, me tërë trupin. George qëndroi në heshtje për një moment. Mendon se unë mund të mësoj gjuhën e shenjave? Pyeti ai. Maria mbylli librin dhe e pa atë. Ajo zuri një sekond përpara se të përgjigjej. Unë mendoj se ju tashmë jeni duke mësuar. Si ashtu? Ju erdhët sot dhe para se të uleshit, shkuat te Laura dhe i treguat menys. Pritët që ajo të tregonte përsëri. Kjo është komunikim. Nuk është gjuhë e shenjave, por është fillimi. Është gjëja më e rëndësishme që ekziston, dëshira për të kuptuar. George e pa vajzën në anën tjetër të sallës, e cila tashmë po zgjidhte atë që dëshironte me gisht në meni, serioze dhe e përcaktuar. Unë humba 7 vjet, tha ai me zë të ulët. Ju nuk i humbët, ju po vuajtët, tha ajo pa mëshirë, vetëm me të vërtetë. Ka një ndryshim të madh midis të dyjave. Ajo frazë e ndaloi George-in në mes të mendimit. Askush nuk i kishte thënë këtë më parë. Jo në atë mënyrë, të thjeshtë, të drejt për drejt, pa gjykim, si një e vërtet që ekzistonte gjithmonë, por që ai duhej ta dëgjonte nga dikush tjetër për ta besuar më në fund. Disa ditë më vonë, ata filluan të takoheshin jashtë restorantit. George i kërkoi Maris t'i jepte mësim gjuhën e shenjave. Jo si klient, e bëri të qartë që në fillim, si një baba që duhej të mësonte. Ajo pranoi dhe nuk kërkoi asgjë për këtë. Mësimet zhvilloheshin në bibliotekën e lagjes 3 herë në javë. Maria ishte e durueshme, por jo e lejueshme. Kur ai bënte një gabim në një shenjë, ajo e korrigjonte pa tepër delikatësi. Kur ai kishte të drejtë, ajo buzëqeshte në një mënyrë që vinte më shumë se çdo lëvdall. Një pasdite të enjtes, pas gati një muaji mësimesh, George e pa vajzën në restorant dhe tha me gjuhën e shenjave, me duar ende të shtrembëruara, por me gjithë zemër, a do ëmbëlsirë? Laura mbeti e ndenjur, i pa duart e babait, i pa fytyrën e tij dhe ju përgjigj me shenja me një buzëqeshje aq të gjerë sa mollzat e saj u ngritën deri te sy. Dua, baba. George u kthye anash që askush të mos e shihte, por supet i tij u ngritën dhe u ulën ngadalë, në atë mënyrë të atij që po përpiqet të mos qajë dhe nuk arrin. Maria ishte larg, duke rregulluar tavolinat dhe pa gjithçka. Ajo nuk u afrua tek ata. Thjesht qëndroi e ndenjur për një moment, me sytë të shkëlqyer. Pastaj vazhdoi punën. Por ajo që do të ndodhte javën tjetër, ajo nuk e priste. Një vizitë që do të ndryshonte ekuilibrin delikat që ata po ndërtuan. Një ndërhyrje që askush nuk e kërkoi dhe që erdhi me forcë dhe me helm. Dhe George nuk do të ishte i përgatitur për atë që ajo do të bënte. Emri i saj ishte Camila, ishte fejuara e George-it.
4 vjet marrëdhënie të përfunduara një vit më parë, në një mënyrë që ai preferonte të mos e kujtonte. Camila ishte e bukur, e shkathët, frekuentonte të njëjtat rreth sociale si ai dhe kur nuk e kishte fshehur se prania e Laurës në jetën e George-it ishte një problem për të. Ajo u rishfaq në një pasdite të hënë, pa u ftuar. Hyri në restorant me tak këpucësh dhe buzëqeshje të gatshme, si dikush që arrin në një vend ku I njeh të gjithë. E përshëndeti George-in me 2 puthje, injoroi Laurën plotësisht dhe u ul në tavolinë pa u ftuar. Dëgjova se ti vjen shpesh këtu, tha ajo, duke parë përreth me sy të ngushtuar. Vi, po, më pëlqen këtu. Camila e gjeti Marin me shikimin në momentin kur ajo po I afrohej tavolinës. Kjo është ajo kamarierja e famshme? Pyeti ajo me një ton që nuk ishte pyetje, ishte gjykim. George qëndroi I qetë. Maria erdhi duke buzëqeshur, si gjithmonë, përshëndeti George-in, I u kthye Laurës dhe bëri një shenjë përshëndetjeje me dorë. Laura I u përgjigj e emocionuar. Sa e lezetshme, tha Camila me një buzëqeshje të atij që mendon të kundërtën e asaj që tholl. Një kamariere që I bën shenja të vogla fëmijës. Maria nuk reagoi, shënoi porosin, pyeti me shenja Laurën se çfarë dëshironte, të gjitha me të njëjtën qetësi si gjithmonë. Kur u largua, Camila u përkul përpara. George, për hir të Zotit, çfarë është kjo? Çfarë është çfarë? Ti vjen këtu çdo javë me Laurën për të shërbyer nga një kamariere? Njerëzit po komentojnë. Cilët njerëz? Njerëzit që kanë rëndësi, partnerët tuaj, miqtë tuaj, thonë se po izolohesh, që ke ndryshuar, që je I fiksuar të mësosh gjuhën e shenjave. George e pa vajzën që po vizatonte pa I kushtuar vëmendje. Kam ndryshuar, po, tha ai me zë të qetë. Ishte koha. Fytyra e Camilës u fortësua. Ajo nuk është nga bota jote, George. Çfarë bote është ajo? E jotja. Ti ke përgjegjësi, ke një imazh, ke një kompani, nuk mund të përfshihesh sentimentalisht me një punonjëse të restorantit vetëm sepse ajo I bën shaka vajzës sate të shurdhër. Fjala preu ajrin, e shurdhër, e thënë në atë mënyrë, sikur të ishte një faj, sikur Laura të ishte një problem për t'u menaxhuar. George qëndroi I qetë për një kohë që dukej e gjallë. Laura vazhdoi të vizatonte pa u shqetësuar. Ti largohesh tani, tha George pa zemërim. Me vendosmëri. Tani, Camila. Ajo u ngrit, rregulloi çantën në shpatull. I hodhi një vështrim të fundit Maris, e cila po kalonte në pjesën e pasme të sallës. Ti do të pendohesh. Unë tashmë pendohem për shumë gjëra, ai u përgjigj. Por jo për këtë, kur për këtë. Camila u largua. Salla mbeti në heshtje për një moment. Laura ngriti fytyrën nga fletoreja, e pa babain dhe e pyeti me shenja, a është gjithçka në rregull, baba? George mori frym thellë, ju përgjigj me shenja, ende duke mësuar, ende I shtrembër, por ju përgjigj, po, vajza ime. Është shumë mirë. Laura e ndjeu atë serioze, siç bënte kur pranonte vërtet dhe u kthye në vizatim. Maria erdhi me porosit dhe vendosi pjatat me kujdes. Kur u kthye, George I tha me zë të ulët, faleminderit që nuk reagove. Ajo ndaloi. U kthye lehtësisht. Nuk ka nevojë për faleminderit. Kishte diçka të qetë në zërin e saj, si dikush që e ka kaluar këtë më parë dhe ka dalë më I fortë. Kam mësuar kohë më parë se reagimi I dikujt që dëshiron të më poshtëroj nuk është përgjegjësia ime. Ajo që ajo mendon për mua nuk më përcakton mua. George e pa atë dhe ishte në atë moment, jo më parë, jo më vonë, në atë moment të saktë që ai kuptoi atë që ndjente. Nuk ishte mirënjohje, nuk ishte admirim, ishte diçka më e thellë, ishte njohje, ishte ndjenja e gjetjes së një cilësie tek një person tjetër që ti ke admiruar gjithmonë, por kur nuk ke ditur ta emërtosh. Atë natë, George qëndroi I zgjuar për orë të tëra. Mendoi për Laurën, mendoi për Marinën, mendoi për Anën, gruan që kishte humbur, dhe e pyeti veten nëse ajo do të pranonte atë që ai po ndjente. Dhe diçka brenda tij u qetësua, e sigurt? I u përgjigj se po. Por kishte diçka që Maria ende nuk I kishte treguar atij, një sekret për mbesën e shurdhër, që do t'ia ndryshonte gjithçka që ai mendonte për fatin. Diçka që kur do ta mësonte, do ta bënte të kuptonte se ai takim në restorant nuk kishte qenë I rastësishëm. Kur nuk kishte qenë. Ishte Laura ajo që zbuloi së pari.
Një pasdite të shtunës, ndërsa Maria po I mësonte Laurës dhe George'it një shenjë të re në bibliotekë, Laura ndaloi pa pritmas, duke parë në dorën e Marisë. Atje ishte një byzylyk e hollë lëkure, pothuajse e padukshme, me një varse të vogël në formë lule. Laura tregoi drejt byzylykut me sy të zgjeruar. Maria pa në dorë dhe buzëqeshi me një dashuri të ndryshme. Mbesa ime mi dha, I tha ajo George'it, I cili e përkthen në shenja për Laurën. Laura bëri një shenjë që George ende nuk e njinte. Ai e pyeti Marin se çfarë nënkuptonte. Maria qëndroi e qetë për një moment. Ajo pyeti nëse unë e dua mbesën time dhe unë I thash se po, që e dua atë si foshnjën time, që ajo më mësoi gjëra që asnjë shkollë nuk do të mund të më mësonte. George priti, ndjeu se kishte më shumë. Maria mori frym thellë dhe pastaj tregoi. Mbesa quhej Clara, kishte 8 vjet, lindi e shurdhër, ashtu si Laura. Nëna e Klares, motra e Maris, ishte sëmurur 2 vjet më parë dhe nuk kishte arritur të shërohet. Që atëherë, Clara jetonte me Marin në një apartament të vogël, të ngushtë, por plot dashuri. Maria kishte mësuar gjuhën e shenjave për shkak të Klares. Kishte studiuar natën pas punës me libra të huazuar nga biblioteka. Kishte kryer kursin falas në qendrën komunitar, kishte mësuar çdo shenjë me durimin e atij që e di se ajo do të ndryshojë një jetë. Dhe kishte ndryshuar. A ka Clara miq në shkollë? Pyeti George. Ka 2. Të tjerët ende nuk dinë si t'i afrohen, por ajo është mirë. Ajo është e fortë. Si ti, tha George. Maria nuk u përgjigj, por e pa atë në një mënyrë që ishte përgjigje e mjaftueshme. 3 javë më vonë, George mori vendimin që kishte poft brenda tij për muaj. Ai telefonoi në shkollën më të mirë të arsimit përfshirës në qytet, jo për ta vendosur Laurën, por për të dhënë një donacion që do të lejonte punësimin e më shumë mësuesve të trajnuar në gjuhën e shenjave dhe shërbimin e më shumë fëmijëve. Fëmijë si Laura, fëmijë si Clara. Kur I tha Maris, ajo qëndroi në heshtje për një kohë të gjallë. Pse po e bën këtë? Sepse unë kisha shumë para dhe pak qëllim, tha ai. Dhe pastaj të takova ty dhe kuptova se ajo që ti bëre për Laurën atë ditë, askush tjetër nuk duhet të rritet pa pasur qasje në të. Maria mbuloi fytyrën me duar vetëm për një sekondë. Pastaj ngriti syt plot lot me atë përzierje force dhe butësie që vetëm ajo kishte. George, tha ajo, zëri I saj I thyer, unë nuk po ngutem. Unë nuk po ngutem, tha ai. Nuk po kërkoj asgjë që ti nuk dëshiron të japësh. Thjesht po them se jeta ime ndryshoi, sepse ti bëre atë që të gjithë të tjerët vendosën të mos bëjnë në atë restorant dhe unë dua të kem ty pranë, ty dhe Clarën, si ti dëshiron. Heshtja që nëdë. Oqi ishte e asaj llojit që nuk kishte nevojë të mbushej. Laura ishte pranë të dyve. I shikonte nga njëri në tjetrin me ato sy të vëmendshëm që nuk humbnin asgjë. Dhe pastaj I bëri Maris një shenjë të thjeshtë që George tashmë e dinte përmendësh. Qëndro me ne. Maria e pa vajzën 7 vjeçare që kishte arritur në atë restorant duke qarë muaj më parë dhe që tani e shikonte me një siguri kaq të madhe sa nuk kishte si të dyshonte. Dhe ajo qau. Jo nga hidhërimi, nga një lehtësim I madh, nga ai lloj që ndjen kur diçka që ka munguar për shumë kohë më në fund arrin. Ajo ul në nivelin e Laurës, e përqafoi fort vajzën dhe foli në gjuhën e shenjave fjalë që George nuk I pa, por që Laura ju përgjigj duke tundur kokën disa herë. 6 muaj më vonë, në një pasdite të dielës, kishte 4 njerëz rreth një tavoline të thjeshtë në një shtëpi me kopsh. George, Maria, Laura dhe Clara. Tavolina kishte ushqim të vërtet, të bërë në shtëpi, me miell në bankë dhe salcë në sobë. Laura dhe Clara po vizatonin së bashku në një fletore të madhe që ndanin. George po lante enët. Maria po qeshte për diçka që ai kishte thënë. Ishte një skenë e zakonshme dhe ishte gjëja më e jashtëzakonshme që George kishte jetuar në gjithë jetën e tij. Atë natë, pasi vajzat fjetën, ai dhe Maria u ulën në obor. Qielli ishte I kthjellët, kishte yje. A beson se Perëndia I vendos njerëzit e duhur në rrugën tonë? Pyeti Maria. George qëndroi duke parë qiellin për një moment. Më parë do të thoja jo. Do të thoja se është rastësi. Shans. Do të thoja se jeta nuk ka skenar. Dhe tani? Ai u kthye nga ajo. Tani unë shikoj Laurën, Clarën, ty dhe nuk mund ta quaj këtë rastësi.
ka një kujdes në të gjithë këtë që është shumë i madh për të qenë shans. Maria e mbështeti kokën në shpatullën e tij me lehtësinë e atij që është saktësisht aty ku duhet të jetë. Mbesa ime kishte nevojë për një familje, tha ajo me zë të ulët. Vajza ime kishte nevojë për një nën dhe unë mendoj se ti kishe nevojë të mësoje se dashuria nuk flet me fjalë, flet me atë që shfaqet kur të gjithë të tjerët largohen. George mendoi për Anën, për mënyrën se si ajo do ta kishte dashur Marinën, për mënyrën se si ajo do të kishte qeshur me Clarën, për mënyrën se si ajo do të kishte parë Laurën me atë krenarit të madhe të nënës dhe u bindë se ajo nuk ishte tradhti, ishte vazhdim. Perëndia duke thënë se historia nuk kishte përfunduar në ditën e lindjes, se kishte më shumë, se kishte këtë, një familje që nuk kishte lindur nga gjaku, por kishte lindur nga dashuria më e vërtetë që ekziston. Dashuria që shfaqet pa paralajmërim, pa kërkuar asgjë, në një restorant plot me shikime gjykuese dhe një person që bën një shenjë të thjeshtë për një fëmijë që thjesht duhej të kuptojë. Laura kur më nuk qau në atë restorant, por çdo herë që kalonin në derë, ajo ndalte, shikonte drejt tavolinës ku kishte qenë ulur atë ditën e parë dhe buzëqeshte, sepse aty kishte filluar familja e saj, me një pjatë pa qep dhe një shalqi të prerë në formë yll. Kjo ishte e mjaftueshme. Gjithmonë është e mjaftueshme kur vjen nga zemra e dur. Fund. Seksioni 2. Ditët kaluan dhe çdo takim në restorant, çdo mësim në bibliotekë, çdo bisedë e thjeshtë në obor ishte një tullumbace që mbushesh me ajër. Ishte një proces i ngadalt, i qëndrueshëm, si rritja e një bime që nuk e sheh, por ndjen rënjet që përforcohen në tokë. Laura ishte bërë një vajzë e ndryshme. Jo vetëm sepse tani mund të komunikonte me babajnë e saj me shenja të thjeshta, por sepse ndjej se dikush e dëgjonte. Qeshja e saj kishte një tingull të ri, një ndriçim i pandërprer në sytë e saj që George nuk e kishte parë kur më parë. Ai mësoi shenjat për të dua, për më fal, për bukur. Mësoi t'i tregonte asaj se çfarë kishte bërë në punë, jo me fjalë të ndërlikuara, por me shenja të thjeshta për zën, lodhur, menduar. Dhe ajo ju përgjigjej me histori të gjata, me dorza, për gjërat që kishte bërë me Clarën, për pikturat që kishin vizatuar, për lojrat që kishin shpikur. Bota e saj, e cila dikur i dukej e heshtur dhe e largët për Georgein, tani ishte e hapur dhe plot me ngjyra. Maria ishte urti i atij procesi. Ajo nuk e shtyri kurrë, nuk e nxiti kurrë. Thjesht ishte aty, duke treguar, duke korrigjuar, duke qeshur kur George bënte një shenjë të shtrembër që në vend të ujë nënkuptonte këlysh. Ai mësoi nga gabimet. Mësoi nga bukuria e thjeshtësisë. Një ditë, pas një mësimi veçanërisht të vështirë ku ai nuk mund të kujtonte shenjën për nesër, ai u hodh në karrige, duke u ndier i pakënaqur. Nuk do ta mësoj kurrë të gjithë, tha ai, duke fshirë fytyrën me duar. Maria u ul përballë tij. Nuk ke nevojë të mësosh të gjithë, tha ajo butësisht. Thjesht duhet të mësosh atë që ajo ka nevojë të dëgjojë. Ajo nuk ka nevojë për fjalët e tua të biznesit. Ajo ka nevojë për të lumtur je. A të dhemb? A je mirë? Mjafton. Pjesa tjetër vjen me kohë. Dhe ajo kishte të drejtë. Me kalimin e javëve, bisedat midis babait dhe vajzës u bën më të rrjedhshme. George filloi të shohë ndryshimin jo vetëm në Laurën, por edhe në veten e tij. Ai që një burr që kishte udhëhequr një perandori me një pulsim, që merrte vendime miliona në një frym. Tani, mësimet më të rëndësishme i merrte nga një fëmijë që nuk fliste dhe nga një grua që shërbente në një restoran. Ai filloi të anulonte mbledhjet e vona. Shërbitori i tij personal u habit kur George kërkoi të planifikojë më pak udhëtime. Keni projektin e ri në Durrës, kujtoi shërbitori. Dërgoj një përfaqësues, tha George duke parë orën. Unë kam një mësim me gjuhën e shenjave. Bota e jashtme filloi të vinte re ndryshimin. Partnerët e biznesit pyetën. Miqt, ata të vërtet dhe ata të rastit, komentuan. Disa thanë se ai po humbte fokusin. Të tjerë thanë se ishte dashuria. George nuk i kushtonte vëmendje. Ai ishte i zënë duke mësuar shenjën për familje. Maria ja tregoi atë, duart e bashkuara në një lloj rrethi të ngushtë, duke u lëkundur pak. Si një përqafim, tha ajo. Të gjithë së bashku. Laura, duke parë se babai i saj po mundohej, erdhi pranë tij dhe e ndihmoi duke i rregulluar gishtat. Prekja e saj e vogël, e sigurt, e shkaktoi atij një rënkim në zemër. Ajo ishte duke e mësuar atë.
Ai, një njeri që dikur kishte ndërtuar qendra tregtare, tani po mësonte shenjën për familje nga vajza e tij 7 vjeçare. Maria u largua me diskrecion duke i lënë atyre atë moment. Por jo çdo gjë ishte e qetë. Kujtimet për Anën, gruan që kishte humbur, erdhen me val, veçanërisht në mbrëmjet e vështira. Një mbrëmje, George gjeti Laurën duke qëndruar para fotografisë së nënës së saj në dhomën e saj. Ajo e preku fytyrën e vajzës në foto, pastaj e preku zemrën e saj, pastaj bëri shenjën për mungon. George ndjeu një grusht në stomak. Ai ulej pranë saj, pa fjalë, dhe e përqafoi. Nuk kishte nevojë për fjalë. Mungesa ishte një gjuhë universale. Ajo natë, ai i tha Maris për këtë. Unë ndihem sikur po e tradhtoj atë, tha ai, zëri i tij i mbushur me dhimbje. Duke sjell dik tjetër në jetën e Laurës. Maria e ndjeu atë për një moment të gjatë. Dashuria nuk zbritet, tha ajo më në fund. Ajo nuk është si uji në një gotë që kur derdhet për një person, mbetet më pak për tjetrin. Dashuria zgjerohet. Sa më shumë që të jep, aq më shumë që të kthehet. Ana nuk do të dëshironte që ti ose Laura të jetonit në një dhomë të mbyllur me dritare të errëta. Ajo do të dëshironte dritë. Dhe kjo nuk është tradhti. Kjo është nderim. Fjalët e saj nuk e larguan dhimbjen, por i dhan atij një mënyrë për ta mbajtur atë. Ai filloi të fliste me Laurën për Anën, duke përdorur shenjat që Maria i kishte mësuar për nën, për dashuri, për qiell. Ajo nuk e kishte njohur kur nënën e saj, por tani mund të kishte një koncept për të. Dhe kjo ishte një dhuratë. Ndërkohë, lidhja midis Laurës dhe Clares u bë e fortë. Ato ishin si motra, ndar vetëm nga mosha, e lidhur nga një botë e përbashkët ku fjalët nuk ishin të nevojshme. George pa se si Clara, e cila ishte pak më e madhe dhe më ekstraverte, merrte Laurën nën krahun e saj, e ndihmonte atë në lojra, i tregonte gjëra të reja. Ishte një miqësi e pastër, e pandryshuar nga komplekset apo paragjykimet e botës së të rriturve. Një pasdite, George pa se si Clara i tregonte Laurës shenjën për miqësi, dy gishta tregues të kryqëzuar dhe të lëkundur. Laura e kopjoi me përpikëri dhe pastaj të dyja qeshnin, duke shtrënguar duart e tyre të vogla së bashku. Ai e ndjeu zemrën duke u zgjeruar. Kjo ishte ajo që ai dëshironte për vajzën e tij. Këtë lloj lidhjeje. Këtë lloj kuptimi. Por në sfond, ekzistonte një realitet tjetër. Maria jetonte me rrogat të saj të vogël si kamariere dhe me ndihmën që merrte nga qendra sociale për Clarën. Jeta e saj ishte një vazhdimsi e balancimit midis kohës së punës, kujdesit për Clarën dhe mësimit të gjuhës së shenjave për të tjerët. George e pa forcën e saj, por pa edhe rëndimin. Ai nuk e pyeti kur për të, por një ditë, pasi pa një faturë elektrike në tavolinën e saj që ajo përpiqej të fshehte shpejt, ai vendosi të vepronte në një mënyrë që nuk do të ndihej si mirëbërje. Ai shkoi te menaxheri i restorantit. Dua të rris pagën e Maris, tha ai thjesht. Diferencën do ta paguaj unë personalisht. Ajo nuk duhet ta di. Menaxheri, një njeri i moshuar me sy të mençur, e pa atë për një moment. Zotëria, keni bërë shumë për këtë vend me vizitat tuaja të rregullta, tha ai. Por ajo grua, ajo nuk do ta pranoj kur hir. E njo. Atëherë gjeni një arsye, tha George. Thuaj se keni rritur pagat për të gjithë. Thuaj se ajo ka marrë një bonus për përkushtimin. Çfarë do? Unë do ta mbuloj. Dhe kështu u bë. Maria shqetësuese pranoi rritjen me dyshim, por menaxheri, i cili respektonte vërtet përkushtimin e saj, e bindi atë se ishte e merituar. George pa lehtësimin e vogël në sytë e saj ditën tjetër, një lehtësim i cili i tregoi atij se mund të ndihmonte pa e lënë të ndiejë e detyruar. Ishte një mësim tjetër, dashuria e vërtet nuk detyron, ofron. Vjeshta erdhi dhe shkoi, duke sjellë me vete një ndryshim të freskët dhe një ndryshim në dinamikën e tyre. Laura dhe Clara filluan shkollën së bashku në një program përfshirës ku Maria kishte marrë punë si asistent mësimor disa herë në javë. Puna ishte e vështirë, por ajo e bëri me një gëzim që u përhap tek të tjerët. George filloi të merrte pjesë në mënyrë aktive në jetën e shkollës, duke dhënë jo vetëm para, por edhe kohën e tij. Ai pa se si puna e tij mund të bënte një ndryshim të drejtë për drejtë, jo vetëm për vajzën e tij, por për shumë fëmijë të tjerë si ajo. Një mbrëmje, pas një takimi të shkollës, ai dhe Maria shëtitnin nëpër park me vajzat duke vrapuar përpara tyre.
Ti ndryshove gjithçka, tha Maria me zë të ulët duke parë Laurën dhe Klarën duke luajtur në lëndin. Jo, tha George duke e ndjerë në thellësi. Ti e bëre këtë. Ti ndalove. Ti e pane atë kur askush tjetër nuk e bëri. Ti ndalove, të paktën, tha ajo duke I kthyer fytyrën nga ai. Shumë prindër nuk e bëjnë as atë. Ata shikojnë, ata dëshpërohen dhe pastaj vazhdojnë. Ti nuk vazhdove. Ti ule. Ai e mori dorën e saj, një lëvizje e thjeshtë që ndjej e drejtë. Sepse ti më tregove se ishte një vend për t'ju ulur. E dashura e tyre nuk erdhi me zjarmi apo drama. Erdhi me heshtje, me shenja, me kafe të nxehtë të ndarë në dritën e hënës në obor, me qeshjen e vajzave që ndiej nga dhoma e gjumit. Erdhi me praninë e thjeshtë, me sigurinë që dikush tjetër e kuptonte. George nuk e pyeti kur Marin për të kaluarën e saj të vështirë, për vdekjen e motrës, për betejat për të mbajtur Klarën. Ajo ja tregoi atij pjesë-pjesë kur dëshironte dhe ai dëgjonte duke respektuar dhimbjen e saj siç kishte respektuar të tijën. Një ditë, ajo I tregoi atij për momentin kur mori kujdestarinë e Klarës. Gjykata ishte e ftohtë, tha ajo, duke fshirë një plisur nga xhup I Klarës. Por unë I tregova gjykata rasti të adoptimit tek unë. Unë thash se nuk kam shumë para, por kam dashuri sa 2 familje. Gjyqtari më pyeti nëse isha gati për sfidën. I thash se çdo ditë me të ishte një dhuratë, jo një sfidë. Kjo e fitoi atë. Zëri I saj ishte I qetë, por krenaria ndihej. George e pa forcën e saj dhe e admironte më shumë. Udhëtimet në restorant u bën më pak të shpeshta, sepse tani takimet më të mira zhvilloheshin në shtëpi. Ajo shtëpi fillimisht ishte shtëpia e madhe e George'it, por Maria dhe Klara ndiheshin të sikletshme atje. Pra, ai filloi të kalonte më shumë kohë në apartamentin e vogël të Maris. Ishte ngushtë, por ngrohtë, plot me libra, me vizatime nga vajzat në mure dhe me erën e kuzhinës së mirë. George nuk e kishte ndjer kur kaq të qetë në ndonjë vend. Atje nuk kishte përparse të shtrenjta, as piktura të çmuara. Kishte vetëm jetë. Laura lulëzoi në atë mjedis. Ajo mësoi gjëra të reja nga Maria, si të vishet vetë, si të rregulloj shtratin e saj, si të ndihmoj në kuzhinë me detyra të thjeshta. Dhe Maria I mësonte të gjitha këto me durim, duke I treguar me shenja dhe me shembull. George pa që vajza e tij po bëhej më e pavarur, më e sigurt. Ishte një ndryshim I qetë, por I thellë. Një të diel, ndërsa të katër shikonin një film të vjetër, Laura u zgjua dhe bëri shenjen për nën drejt Maris, pastaj shenjen për ti dhe pastaj vuri duart mbi zemër. Maria ngriu. U ndes në kuq dhe shikoi Georgein, I cili ishte gjithashtu I habitur. Laura nuk e kuptoi reaksionin dhe e përsëriti, duke buzëqeshur. Klara qeshi me zë dhe filloi të duart trokas. Maria I u afrua Laurës dhe e përqafoi fort, duke fshehur lotët në flokët e saj. Nuk kishte nevojë për fjalë. Shenja ishte më e qartë se çdo fjalë. Më vonë, kur vajzat fjetën, George dhe Maria qëndruan në balkonin e vogël duke parë qytetin. Ajo nuk e tha me fjalë, tha Maria, zëri I saj I dridhur. Por e ndjeva. Kur nuk e kam detyruar. Nuk e kam kërkuar kur. Ti nuk ke nevojë të kërkosh, tha George duke e marrë dorën. Ti je ajo që je. Dhe ajo e sheh atë. Unë e shoh atë. Ai kishte menduar shumë për këtë çështje. Ai e donte Marinën. Nuk ishte dashuri e çastit, ishte dashuri që kishte rënje në respekt dhe admirim të thellë. Ai e donte mënyrën se si ajo e trajtonte Laurën, mënyrën se si e mbante veten, forcën e saj të qetë. Por ai gjithashtu kishte frikë. Frike për të dëmtuar këtë gjë të delikate që kishin ndërtuar. Frike se ndonjë lëvizje e gabuar do të mund të shkatëronte gjithçka. Maria, tha ai, duke kthyer fytyrën nga ajo. Unë dua të jetoj përtej këtyre takimeve të shtunave dhe mësimeve në bibliotekë. Unë dua ne. Ajo e pa atë, sytë e saj të mëdhenj dhe të errët reflektuan dritën e ndriçimit të qytetit. George, tha ajo, duke marrë frymë. Jeta ime është e ndërlikuar. Unë kam Klara rën. Ajo është përgjegjësia ime e parë. Dhe ajo do të jetë përgjegjësia jonë e parë, tha ai me vendosmëri. Të dyja vajzat. Së bashku. Unë nuk po të ofroj një vilë në mal apo një jetë luksoze. Unë po të ofroj një partner.
Dikë që do të jetë pranë kur ti dëshiron të qash, kur dëshiron të qeshësh, kur Klara ka nevojë për ndihmë me detyrat e shtëpisë, kur Laura ka nevojë për një nën. Unë po të ofroj familjen time. Dhe dua të jem pjesë e familjes sate. Lotët rëshitën pak nga sytë e Maris. Ti ke kaq shumë për të dhënë, tha ajo. Dhe unë. Ti ke dhënë më shumë se çfarë kam marrë unë ndonjëherë, e ndërpreu ai. Ti ma dhe vajzën time. Ti ma dhe kuptimin. Ti ma dhe një arsye për të ardhur në shtëpi herët. Çfarë mund të jap unë që të barazohet me këtë? Heshtja që ndoqi ishte e mbushur me emocione. Pastaj Maria buzëqeshi, një buzëqeshje e vogël, e ndritshme. Ti tash më jep, tha ajo. Ti je këtu. Dhe kështu filloi një fazë e re. Nuk kishte lutje formale, as unaz. Kishte një vendim të thjeshtë, të marrë në një balkon të vogël. Maria dhe Klara filluan të kalonin më shumë kohë në shtëpinë e Georgjit, por gjithmonë duke ruajtur apartamentin e tyre, një strehë e vërtet për Maria. Nuk ishte fjalë për të zhvendosur plotësisht, jo akoma. Ishte fjalë për të gjetur një ritëm, një ekuilibër. Për festën e vitit të ri, George organizoi një darkë të vogël në shtëpi. Gjithçka ishte e thjeshtë, por e përgatitur me dashuri. Në mes të natës, kur ora ra 12, ai përgëzoi të gjithëve, duke përfshirë Laurën dhe Klarën me puthje dhe përqafime. Pastaj, duke parë Marinën, ai foli me zë të qartë, por me shikime të drejtuara drejt vajzave, në mënyrë që të kuptonin edhe ato. E di që nuk mund ta përkthej gjithçka si duhet ende, tha ai, duke ju drejtuar Laurës dhe Klarës me shenja të thjeshta. Por dua të them kjo vit i ri do të jetë më i mirë. Sepse ne jemi së bashku. Familje. Laura shikoi babajnë e saj, pastaj Marinën, pastaj Klarën. Buzëqeshja e saj ishte e gjerë dhe e pastër. Ajo filloi të duar trokas dhe Klara ju bashkua menjëherë. Maria shtriu krahët dhe i përfshiu të dyja, duke qeshur përmes lotëve. George u bashkua atyre, duke ndjerë një ngrohtësi që e përhapte në të gjithë trupin. Në atë moment, ai e kuptoi se kishte gjetur atë që nuk e kishte kërkuar kurrë, por që kishte nevojë për të gjithë jetën e tij. Por, si në çdo histori të vërtetë, pati pengesa. Një mëngjes, Camila u shfaq përsëri, kësaj here jo në restorant, por në zyrën e Georgjit. Ajo hyri pa u njoftuar, me një kopje të gazetës lokale në dorë. Në faqen e parë kishte një foto, George, Maria, Laura dhe Klara duke ecur në përpark. Titulli thoshte, milioneri ndëron jetë, nga perandori biznesi të jeta e thjesht me kamariere. Shiko, tha Camila, duke e hedhur gazetën në tryez. Tashmë janë gazetarët. A e sheh se çfarë po bën? Ti po bëhesh tallja e qytetit. Partnerët e tu po flasin. Çmimi i aksioneve të kompanisë tënde ka rënë pak këtë javë. George mori gazetën dhe pa fotografinë. Ai pa buzëqeshjen e tij, buzëqeshjen e Laurës, kënaqësinë e thjeshtë në sytë e Maria. Ai nuk pa asnjë tallje. Ai pa lumturi. Camila, tha ai, duke e vendosur gazetën poshtë. Nëse partnerët e mi flasin, le të flasin. Nëse çmimi i aksioneve bie, le të bjerë. Kompania ime është e fortë. Ajo do të mbijetoj. Por kjo, ai tregoi fotografinë, kjo është jeta ime. Dhe është më e vlefshme se çdo aksion në bursë. Ti po shkatëron veten për një iluzion, thiri Camila, duke humbur qetësinë. Ajo grua, ajo po të përdor. Çdo grua do të donte të ishte në vendin e saj. George u ngrit. Doli, tha ai me një urtësi të ftohtë që e tremte më shumë se çdo zë i larë. Dhe mos u ktheh kurrë. Nëse dëgjoj se ke thënë një fjalë kundër Maris, kundër vajzave, do të gjykoj për shpifje. Tani, doli. Camila mbeti për një moment duke e ndjerë kërcënimin e vërtet në zërin e tij. Pastaj u kthye dhe u largua, duke mbyllur derën me forcë. George ulej dhe mori frym thellë. Ishte mbaruar. Ai e dinte se Camila do të përpiqej të shkaktonte probleme, por ai ishte i gatshëm të luftonte. Për herë të parë, kishte diçka për të cilën ia vlente të luftonte. Kur ai i tregoi Maris për incidentin atë mbrëmje, ajo nuk u shqetësua siç priste ai. Unë jam përdorur në shikime dhe thash e theme, tha ajo, duke rregulluar një jastëk në divan. Ajo nuk më prek. Por ajo mund të prek, tha George, duke u shqetësuar. Fjalët mund të lëndojnë.
Fjalët lëndojnë vetëm nëse ti u lejon, tha ajo, duke e kthyer fytyrën nga ai. Unë e di kush jam. Ti e di kush jam. Laura dhe Klara e din kush jam. Çfarë më rëndësi kanë fjalët e një gruaje të hidhëruar? Përsëri, ajo e mësonte atë. Mësonte atë forcën e brendshme, të qetësinë që vjen nga vetdia. George e përqafoi dhe e puthi në krye të kokës. Ti je më e fortë se unë, tha ai. Jo, tha ajo, duke u përqafuar. Thjesht jam më e përdorur. Problemet e biznesit, siç priste George, nuk u materializuan seriozisht. Disa klientë u larguan, disa partnerë u treguan skeptik, por shumica, duke parë se George ishte më i përqendruar dhe më i lumtur se kurrë, vazhduan punën e tyre. Në fakt, disa prej tyre filluan t'i afroheshin me respekt të ri, duke pyetur për iniciativat e tij filantropike në arsimin përfshirës. Ndoshta bota e biznesit po ndryshonte pak, ose ndoshta thjesht forca e tij e re e brendshme po ndiko. Në të tjerët. Një ditë pranvere, një ngjarje e papritur ndodhi. George mori një telefonat nga mjeku i familjes. Rezultatet e ekzaminimeve të rregullta të Laurës kishin dalë. Zotëri Cavalcanti, tha mjeku, zëri i tij serioz. Kemi përsëritur testet e dëgjimit. Ka një zhvillim i pazakontë. George u zemra i ra në them. Çfarë lloj zhvillimi? Nuk po flasim për shërim, tha mjeku shpejt. Por ka tregime që tregojnë një përmirësim të vogël, shumë të vogël në perceptimin e dridhjeve të caktuara. Kjo është jashtëzakonisht e rrallë, por jo e pamundur. Trupi ndonjëherë mund të krijojë rrugë të reja nervore. Ne nuk mund të premtojmë asgjë, por ka diçka atje. George mbylli sytë. Ai nuk kishte kurrë shpresuar për një shërim. Ai e pranonte Laurën ashtu siç ishte. Por kjo lajmërim ishte diçka. Ai e tha Maris, e cila mbeti e heshtur për një moment. Ajo është perfekte ashtu siç është, tha Maria më në fund, zëri i saj i qetë. E di, tha George. Dhe asnjëherë nuk do të përpiqemi ta ndryshojmë atë. Por nëse ka një mundësi që ajo të ndjej më shumë nga bota, ajo nuk duhet të mungojë. Ata vendosën të mos i tregonin asgjë Laure për momentin. Mjeku sugjeroi disa terapë të reja, jo shumë të rënda, që mund të ndihmonin në zhvillimin e këtyre rrugëve të reja. George ishte i gatshëm të provonte çdo gjë, por me kusht që ajo të mos ndihej si një pacient, por si një fëmijë që luante. Dhe ndodhi diçka e habitshme. Gjatë një prej këtyre terapive, duke përdorur muzikë me frekuenca të veçanta dhe dridhje, Laura papritmas e ktheu kokën dhe vuri dorën në kutizanore. Syt i u zgjeruan. Ajo shikoi mjekun, pastaj babain dhe bëri një shenjë të re, një lëvizje të dorës që as George as Maria nuk e njihnin. Mjeku, i cili kishte mësuar disa shenja bazë, u mblodh. Ajo thot. Tingull i trash, tha ai. Laura po dëgjonte. Jo siç dëgjonim ne, por ajo ndjente diçka. Një ndryshim në ajër, një ndjenjë e re. Ajo nuk shfaqi entuziazëm të madh, as frikë. Thjesht pranoi, siç pranonte çdo gjë të re në botën e saj. Por për George dhe Maria, ky ishte një moment madhështor. Jo sepse ajo mund të ndryshonte, por sepse bota e saj mund të zgjerohej pak më shumë. Kjo ngjarje e vogël i lidhi ata edhe më shumë. Tani nuk ishte vetëm për një gjuhë të përbashkët, por për një botë të përbashkët që po bëhej më e pasur për të gjithë. Klara, kur mësoi për këtë, ishte thjesht kurioze. Ajo e pyeti Laurën me shenja nëse ndihej ndryshe. Laura ju përgjigj se jo, por bëri shenjën për më shumë dhe vuri dorën në zemër. Më shumë në këtu, përkthen Maria. Klara buzëqeshi dhe e përqafoi. Muajt kaluan. Ritmi i jetës së tyre u bë i qetë, i parashikueshëm dhe i bukur në parashikueshmërinë e tij. Nuk kishte më takime dramatike në restorant, as skena emocionale. Kishte mëngjese në heshtje, ku Laura dhe Klara komunikonin me shenja në vend të fjalëve, duke i bërë George dhe Maria të qeshin. Kishte mbrëmje detyrash shtëpie ku të katër ishin të ulur në tryezën e ngrënies duke punuar. Maria i ndihmonte Klarën me matematikë, ndërsa George përpiqej të ndihmonte Laurën me të njëjtën gjë duke përdorur vizatime dhe shenja. Shpesh përfundonin duke qeshur për gabimet e tij. George nuk e kishte harruar anën. Por tani kujtimet nuk ishin të tmerrshme. Ata erdhen me një ëmbëls të trishtuar, si erë një luleje të vjetër në një libër.
Ai I tregonte Maria rreth saj dhe ajo dëgjonte me respekt. Një ditë, ata morën Laurën dhe shkuan në Vareza. Laura, e cila tani e kuptonte konceptin e nënës më mirë, vuri një lule të vogël në varr. Ajo shikoi babajnë e saj dhe bëri shenjën për falënderim. George e përktheu në mendjen e tij, faleminderit që më lindë. Ai nuk mundi të mbante lotët. Maria e mori dorën e tij dhe e shtrëngoi fort. Në fund të verës, George propozoi një udhëtim. Jo në një destinacion egzotik, por në mal, në një shtëpi të vjetër druri që ai kishte trashëguar nga gjyshi I tij. Nuk ka internet të mirë atje, paralajmëroi ai. Vetëm male dhe heshtje. Maria pranoi menjëherë. Tingëllon si parajs, tha ajo. Dhe ishte. Aty, larg nga qyteti, nga paragjykimet, nga kërkesat e botës, ata gjetën një liri tjetër. Laura dhe Clara eksploruan pyllin, duke mbledhur gur dhe gjethe, duke I treguar njëri tjetrit me dorsa. George dhe Maria ecnin ngadalë, duke mbajtur duar. Në mbrëmje, ndeznin zjarrin dhe uleshin rreth tij, ndërsa George përpiqej t'u tregonte një histori me shenja. Shenjat e tij ishin ende të ngathta, por vajzat dhe Maria e ndihmonin, duke qeshur kur ai ngatëronte shenjën për ari me shenjën për gjarpër. Një natë, ndërsa shikonin yjet, Maria u kthye tek George. Ti e di se kur e kuptova vërtet se kjo ishte e vërtet, pyeti ajo. Kur? Atë ditë në restorant, kur unë shkova drejt Laurës. Unë pa shikimet e njerëzve. Ata mendonin se unë isha e çmendur ose e pamend. Por unë pa vetëm Laurën. Dhe pastaj unë pa ty, ti nuk u përpoqe të më ndalesh. Ti ishe I friksuar, I hutuar, por ti lërove. Ti ma lërove. Dhe kur ajo ndaloi së qari, ti shikove mua jo si një shpëtimtare, por me falënderim. Në atë moment unë e dija se ti ishe I ndryshëm. George e përqafoi. Ti shpëtove mua, tha ai. Jo vetëm Laurën. Ti më tregove se si të jetoja përsëri. Historia e tyre nuk ka një fund të madh dramatike, sepse jeta e vërtet nuk përfundon me një jetuam përgjithmonë të lumtur. Ajo vazhdon me ditë të mira dhe të këqija, me sfida dhe me fitore të vogla. Por çfarë kishte ndryshuar ishte thelbi. Laura nuk ishte më vajza e shurdhër e milionerit që askush nuk e kuptonte. Ajo ishte Laura, vajza që fliste me duart e saj, që qeshte me zë të lartë, që kishte një motër dhe dy prindër që e donin aq shumë sa të gjithë bota mund të shihej në shenjat e tyre. George nuk ishte më milioneri I pushtetshëm dhe I pafuqishëm. Ai ishte George, babai që mësoi gjuhën e shenjave për të folur me vajzën e tij, njeri që gjeti dashuri në vendin më të papritur. Dhe Maria? Ajo ishte ende ajo kamariere e thjesht me flokët e lidhur me një brez. Por tani ajo ishte edhe më shumë. Ishte nëna e Clares, ishte njeriu që I solli shpresë George dhe Laurës, ishte forca që I mbante të gjithë së bashku. Ajo nuk ndryshoi kurrë. Thjesht bota rreth saj ndryshoi për të parë se kush ishte vërtet. Një të shtunë, shkuan përsëri në atë restorant të cepit. Jo sepse kishin nevojë, por për të festuar. Festonin gjithçka, festuan takimin e tyre, festuan gjuhën që kishin mësuar, festuan familjen që kishin ndërtuar. Kamarieri I ri, I cili nuk I njihte, erdhi për të marrë porosin. George I tregoi Laurës menyn. Ajo e shikoi me kujdes dhe pastaj tregoi me gisht. George u kthye tek kamarieri. Vajza ime do të donte pjatën e peshkut, pa limon, ju lutem. Dhe një pjatë makaronash me djath për vajzën tjetër. Kamarieri habitur shënoi. Maria buzëqeshi. Kur kamarieri u largua, Laura ngriti duart dhe bëri një shenjë të gjatë për babajnë e saj. George e pa, por nuk e kuptoi të gjithë. Ai e ktheu nga Maria. Ajo thot, tha Maria, zëri I saj I butë por I qartë, faleminderit baba për të kuptuar mua. George nuk mundi të fliste. Ai u përgjigj me shenjën e vetme që kishte mësuar që në fillim, shenjën që Maria I kishte mësuar atë ditë në bibliotekë, shenjën për familje. Ai e bëri duke u kujtuar duart. Pastaj I shtoi shenjën për përgjithmonë. Laura buzëqeshi dhe duke parë atë buzëqeshje, George e dinte se çdo luftë, çdo dhimbje, çdo moment I dëshpëruar kishte qenë me vlerë. Sepse çdo gjë e kishte çuar në këtë moment, në këtë tavolinë, me këtë familje. Dhe kjo ishte më e mjaftueshme. Gjithmonë është e mjaftueshme kur vjen nga zemra e duhur. Fund.
Koha vazhdoi të rrjedh, e qetë dhe e plot, si një lum i gjerë pas stuhisë. Familja e re nuk bëri kur ndonjë njoftim publik, as nuk u shfaq në revista. Ata thjesht jetuan. Ata jetuan në atë që George quante lumturia e heshtur, një lumturi që nuk duhej të shpalltej, sepse ishte e qartë për ata që duhej ta shikonin. Laura dhe Clara filluan të rriteshin jo vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht. Lidhja e tyre u bë edhe më e thellë, një marrëdhënie e vërtet motrash, e ngritur mbi përbashkëtimin e një bote unike. Ata zhvilluan gjuhën e tyre të brendshme, një përzierje të gjuhës së shenjave me shenja të fshehta që kishin krijuar vetë, duke e bërë edhe George dhe Maria të kërkonin ndonjëherë përkthime. Kjo i bënte të dy të qeshin. Tani na kanë fshehur gjuhën edhe ato, thoshte Maria, duke tundur kokën me gëzim. George e kishte mësuar pothuajse tërësisht gjuhën e shenjave. Nuk ishte më i shtrembër, nuk hezitonte më. Ai fliste me duar me një rrjedhshmëri që i habiti edhe vetveten. Në mbledhjet e biznesit, kur duhej të përqendrohej, gishtërinjtë e tij bënin nënvështrime të pakapshme, duke shkruar fjalë në ajër. Partnerët e tij filluan ta vërenin këtë. Në fillim u habitën, pastaj u mësuan. Disa madje provuan të mësonin disa shenja bazë për t'u afruar atij. Bota e George-it nuk u shkatërrua. Ajo transformohej, duke përfshirë në të edhe këtë pjesë të re të identitetit të tij. Maria vazhdoi të punonte në restorant, por jo për shumë kohë. George investoi në një kafe të vogël, të hijshme, pranë shkollës së vajzave. Nuk ishte e shtrenjtë, por ishte e këndshme dhe e qetë. Maria e drejtonte atë. Kafeja, me emrin Shenjat e Kafes, u bë një vend takim për prindërit e fëmijëve nga shkolla përfshirëse, për mësuesit, për kujdestarët. Aty flitej gjuhë e shenjave sa më shumë sa flitej me zë. George shpesh shihej atje, duke ndihmuar në banak ose thjesht duke pirë një kafe, duke parë Marinën të ndërvepronte me klientët me atë durim dhe mirësi që e bënin të veçantë. Ajo ishte lindur për këtë. Një ditë, një grua e re dhe e friksuar hyri në kafe me një djalë të vogël. Djali ju përgjigj vetëm me dukese dhe me tundje të kokës. George pa shikimin e Marisë që u ndes. Ajo ju afrua atyre, jo si një shitse, por si një mik. Pa asnjë fjalë, ajo i ofroi djalit një laps dhe një fletore. Djali e pa atë, i pasigurt. Pastaj Maria ngriti duart dhe bëri shenjën për vizatim. Djali ndriçoi. Ai mori lapsin. Nga ajo ditë, ai dhe nëna e tij u bën mysafir të rregull. Maria nuk i mësoi atij vetëm shenja, ajo i hapi një dritare. Laura arriti moshën 10 vjeç. Për festën e saj, George dhe Maria organizuan një parti në obor, të ftuar ishin disa shok të shkollës së saj dhe familjar të afërt. Ishte një parti e zakonshme për fëmijë, me ëmbëlsira dhe lojra. Por atë që e bëri të jashtëzakonshme ishte komunikimi. Disa nga fëmijët flisnin me shenja, të tjerët përdornin gjuhën e trupit, të tjerë thjesht luajnë. Laura ishte në qendër të gjithçkaje, duke u lëvizur nga njëri në tjetrin, duke u shndërruar në një lloj përkthyesi të natyrshëm. Ajo ishte lidhja. George e pa dhe zemra i rritej me krenari. Vajza e tij nuk ishte më e izoluar. Ajo ishte qendra e një universi të vogël dhe të përsosur. Më vonë, kur të ftuarit u larguan dhe Clara dhe Laura ishin në dhomë duke llogaritur dhuratat, Maria dhe George pastruan së bashku. Ti e ke bërë këtë, tha George, duke treguar rreth oborit. Ne e bëm këtë, korrigjoi Maria. Së bashku. Ai e përqafoi nga pas, duke e kapur rreth belit ndërsa ajo lar enën. A e di se çfarë më pëlqeu më shumë sot? Pyeti ai. Çfarë? Kur kam parë që djali i asaj gruaje, Beni, erdhi tek Laura dhe e kapi për dorë pa thënë asgjë. Vetëm për të shkuar dhe të luaj me të. Nuk kishte nevojë për fjalë. As për shenja. Vetëm prani. Maria u mbështet në të. Kjo është ajo që gjithmonë ka dashur, tha ajo me zë të ulët. Thjesht të jetë pranë. Pothuajse një vit më vonë, ndodhi diçka që asnjëri prej tyre nuk e kishte parë duke ardhur. Mjeku i telefonoi George. Ai ishte i ngacmuar. Zotëri Kavalcanti, duhet të vini. Ka rezultate të reja nga terapi e vazhdueshme e Laurës. Në zyrën e mjekut, Laura ishte e qetë, duke mbajtur dorën e George. Maria ishte në anën tjetër, duke mbajtur dorën e Clares.
Mjeku, një burr i moshuar me sy të mençur, i shikoi të gjithë me një shprehje të pabesueshme. Ne kemi kryer teste të avancuara, filloi ai. Nuk po them se ajo dëgjon në kuptimin konvencional. Por aktiviteti i trurit të saj në përgjigje të tingujve të caktuara është i dukshëm. Ajo nuk i ndjen tingujt si ne, por trupi i saj i regjistron ato. Dhe më e rëndësishmja, ajo po i lidh këto regjistrime me kuptime. Ai tregoi disa grafik dhe skanime. George nuk i kuptoi të gjitha, por kuptoi gjën kryesore, bota e brendshme e Laurës po bëhej edhe më e pasur. Çfarë do të thotë kjo për të? Pyeti Maria, zëri i saj i qetë por i tensionuar. Mund të thotë shumë gjëra, tha mjeku. Mund të thotë se me trajnim të vazhdueshëm dhe teknologji ndihmëse, ajo mund të zhvillojë një nivel të ri perceptimi. Mund të thotë se ajo mund të ndjejë muzikën nëpërmjet dridhjeve në një mënyrë më të sofistikuar. Mund të thotë se komunikimi mund të bëhet edhe më i lehtë me teknologji të reja. Por çfarë nuk do të thotë, vazhdoi ai, duke u drejtuar drejt Laurës me një buzëqeshje të butë, është se ajo duhet të ndryshojë. Ajo është perfekte ashtu siç është. Kjo është thjesht një mjet tjetër për të eksploruar botën. Laura, e cila kishte ndjekur me vëmendje, duke lexuar buzët e mjekut dhe duke parë shprehjet e prindërve, ngriti duart. A do të më ndihmoj të kuptoj baba kur ai këndon? Pyeti ajo me shenja. Maria e përktheu, zëri i saj duke u thyer në një qeshje. Mjeku qeshi me zë. Ndoshta do ta bëj edhe më të qartë se sa e keq është këngëtari, tha ai me shaka. Laura buzëqeshi dhe dukej se e kuptoi shakën. Pastaj ajo ju drejtua babait. Ti këndon mirë për mua, tha ajo me shenja. George u zemra shpërtheu. Ai nuk mundi të përmbante dot. Ai e përqafoi vajzën e tij dhe qau. Nuk qante nga hidhërimi, as nga shpresa e kohë. Qante nga mirënjohja. Për gjithçka. Për jetën që kishte, për njerëzit që ishin rreth tij, për këtë moment të thjeshtë dhe të mrekullueshëm. Rrugës për në shtëpi, në makinë, Laura shkruajti diçka në tabletën e saj dhe ja tregoi Maria. Ajo lexoi dhe ju kthye George. Ajo thot, unë jam e lumtur që jam unë. George e ndaloi makinën anës rrugës për një moment. Ai e ktheu vajzën dhe i tha me shenja, me çdo pjesë të vetes së tij, dhe unë jam i lumtur që je ti. Klara, duke parë këtë, u përqafua me Laurën. Dhe unë jam e lumtur që je motra ime, tha ajo me shenja. Në atë makinë, në atë ditë të zakonshme, me qytetrin që rrjedhej jashtë, ata ndjetën një plotësi kaq të madhe sa që dukej sikur po përmbante gjithë universin. Dhe ndoshta po e bënte. Vitet e ardhshme sollën ndryshime të tjera, të qeta. Kafeja Shenjat e kafes u bë një institucion i vogël në lagje. Maria punsoi disa persona, disa prej të cilëve ishin të shurdhër. Ajo nuk ishte vetëm një biznes, ishte një hapësirë komunitar. George përsëri u kthye në biznes me një perspektivë të re. Kompania e tij filloi të investonte më shumë në teknologji ndihmëse dhe në programe përfshirëse. Nuk ishte vetëm për hir të mirëbërjes, ishte biznes i mirë, sepse tregu i njerëzve me aftësi të ndryshme ishte i madh dhe i pashfrytëzuar. Por në zemër të tij, ai e dinte se motivi kryesor ishte Laura. Ishte Klarën. Ishin të gjithë ata fëmijë që kishte takuar përmes Maris. Laura dhe Klara u bën adoleshente. Me të gjitha sfidat që sjell kjo moshë, ato kishin një përparësi, komunikimi i hapur me prindërit e tyre. Sigurisht, kishte konflikte, ka mbyllje në dhomë dhe buzëqeshje të fshehura për djemtë në shkollë. Por themeli ishte i fortë. Laura ishte një vajzë e qetë, reflektuese, me një talent të jashtëzakonshëm për vizatim. Klara ishte më ekstraverte, me një pasion për kërcim. Maria dhe George i ndihmonin të dyja të ndiqnin ëndrat e tyre, duke u siguruar që kurdo që bota u dukej e vështirë, ata të kishin një shtëpi ku t'i ktheheshin. Një mbrëmje, Laura, tashmë 16 vjeç, i tha babait të saj diçka që ai e priste, por e kishte frikë. Dua të shkoj në një universitet jashtë vendit, tha ajo me shenja. Ka një program të mirë për artin dhe teknologjinë, dhe ata kanë një program shumë të mirë mbështetës për studentët e shurdhër. George u zemra u droll. Jashtë vendit, tha ai me zë. Ajo është e rritur, George, tha Maria butësisht, duke vënë dorën mbi të. Ne e kemi përgatitur për këtë. Unë e di, tha ai, duke marrë frymë. Por larg, Laura e pa shqetësimin e tij.
Ajo u ul pran tij dhe mori duart e tij. Ti më ke mësuar se nuk ka distancë për dashuri, tha ajo me shenja. Dhe ne kemi video thirrje. Dhe unë do të vi në shtëpi për festa. Dhe Klara thot se ajo do të më vizitoj çdo muaj. George qeshi duke përzier lotët. Ti ke planifikuar gjithçka, apo jo? Laura buzëqeshi, ajo buzëqeshje e ndritshme që e kishte çliruar atë ditë në restoran. Po, tha ajo me shenja. Sepse ti më ke mësuar të planifikoj. Ti më ke mësuar të jem e pavarur. Dhe kështu, me zemër të rëndë, George dhe Maria e ndihmuan Laurën të përgatitej për udhëtimin e saj të madh. Ditën e nisjes në aeroport, Maria i dha Laurës një libër të vogël. Brenda ishte një album fotografish, foto nga dita në restorant, foto nga mësimet në bibliotek, foto nga pushimet në mal, foto të çasteve të zakonshme. Në çdo foto, Maria kishte shkruar diçka, dita kur bëhe familja jon. Dita kur mësove shenjën për përqafim. Dita kur që hera e parë që bëre shenjën për të dua vetë. Laura e hapi në fund të librit. Aty kishte një fletë të bardhë. Maria kishte shkruar: dita kur do të kthehesh në shtëpi. Laura i përqafoi fort duke u përpjekur të mos qante. Pastaj ajo ju drejtua babait. Ai nuk tha asgjë me zë. Ai thjesht bëri shenjën për familje, pastaj shenjën për përgjithmonë dhe së fundi shenjën për shkonje me siguri. Laura ju përgjigj me të njëjtat shenja dhe pastaj u kthye dhe u nis për të bërë çeçkin. Klara, e cila tani ishte një vajzë e bukur 17 vjeçare, qante hapur. Do të më mungosh shumë, i thiri ajo me shenja. Laura i bëri shenjën për motra dhe e puthi në faqe. Pastaj u largua duke u kthyer një herë për të tundur dorën. Në makineri rrugës për në shtëpi, askush nuk fliste. Pastaj Maria tha me zë të ulët, ajo do të jetë mirë. E di, tha George. Sepse ne e kemi bërë të fortë. Jo, tha Klara nga sedilja e pasme, duke fshirë lotët. Ajo ishte gjithmonë e fortë. Ne thjesht i treguam se si ta përdor atë forcë. George e pa Klarën në pasqyrë dhe buzëqeshi. Ajo ishte bërë aq e mençur. Jeta në shtëpi u bë më e qetë pa Laurën, por jo bosh. Klara e mbushi hapësirën me energjinë e saj. Maria u fokusua më shumë në kafe dhe në organizimin e kurseve falas të gjuhës së shenjave për prindër. George punoi, por gjithmonë u kthye në shtëpi në kohë për darkë. Bisedat me Laura në video ishin një ritual i shenjtë. Ata tregonin njëri tjetrit gjëra të reja dhe Laura gjithmonë përfundonte duke bërë shenjën për të dua. Disa muaj pas nisjes së Laurës, George bëri diçka që kishte planifikuar për një kohë të gjatë, por nuk giste kohën e duhur. Ai e çoi Marinën në restorantin e Cepit, në të njëjtën tavolinë ku ishin ulur atë ditën e parë. Gjithçka kishte ndryshuar, por ndjesia ishte e njëjtë. Pas darkës, George u ul në gjunjë. Jo në mes të restorantit, por në vendin e tyre të vogël, privat. Ai nxori një kuti të vogël. Maria u bllokua. Maria, tha ai, duke hapur kutin. Brenda kishte një unas të thjeshtë, të hishme, me një gur të vogël blu. Ti tashmë je gjithçka për mua. Ti je nëna e vajzave tona, je partnerja ime, je shpirti i shtëpisë sonë. Kjo unas nuk është një kontratë. Është një premtim publik. Premtimi që unë do të jem pranë teje çdo ditë të jetës sonë, ashtu siç ke qenë ti pranë meje. A do të martohesh me mua? Maria nuk qau. Ajo buzëqeshi e gjerë dhe e pastër që e bënte George të ndjente se gjithçka ishte në rregull në bollë. Po, tha ajo me zë. Pastaj me shenja drejt kamerës së telefonit që George kishte vendosur në tryez për t'u regjistruar për Laura. Po, do të martohem me ty. Laura, e cila po shihte live nga dormitori i saj, filloi të duartrokas dhe të kërcej, duke i bërë shoqërisë së saj të habitur. Klara, e cila ishte në shtëpi, erdhi duke vrapuar nga kuz. Hina kur dëgjoi britmat e gëzimit në telefon. Dasma nuk ishte e madhe. Ishte në obor, me të afërm dhe disa miq. Laura u kthye për këtë rast. Ajo dhe Klara ishin bukuroshe të veshura. Gjatë ceremonisë, kur predikuesi pyeti nëse dikush kundërshton, Laura ngriti dorën. Të gjithë u habitën. Ajo pastaj buzëqeshi dhe bëri shenjën për unë kundërshtoj që ju dy nuk u martuat më parë.
Të gjithë qeshnin dhe Maria i hodhi një qap buke. Laura ishte nuse shoqe, Klara ishte bukuroshe e nderit. Ata shkëmbyen unaza dhe pastaj, për të përfunduar ceremoninë, George dhe Maria shkëmbyen një përqafim të gjatë, ndërsa të dyja vajzat ju afruan dhe i përfshin në të. Në fest, Laura ju afrua babait të saj. Ti je i lumtur, pyeti ajo me shenja. George e pa, pastaj e pa Marinën, e cila po kërcente me Klarën. Jam më i lumtur se çfarë kam qenë ndonjëherë, ju përgjigj ai. Dhe ti? Laura buzëqeshi. Unë jam e lumtur që të dua, baba. Vitet kaluan. Laura u diplomua dhe u kthye në vend, duke punuar si ilustruese në një studio që krijoi libra për fëmijë me dhe pa aftësi të ndryshme. Libri i saj i parë quhej Shenjat e heshtjes dhe ishte një histori për një vajzë që zbulonte botën përmes duarve. Ishte i dedikuar për babain tim që më mësoi të dëgjoj me sy dhe për nënën time që më mësoi të flas me zemër. Klara u bë një koreografe, duke krijuar koreografi të bukura që përfshinin gjuhën e shenjave dhe lëvizjen, duke treguar histori pa fjalë. Ajo udhëtoi duke mësuar dhe duke mësuar të tjerëve. George dhe Maria vazhduan të jetojnë jetën e tyre të qetë. Kafeja u rrit dhe u bë një qendër e njohur komunitare. Ndonjëherë të shtunave, ata shkonin akoma në restorantin e Cepit, por tani si klient të rregullt që e njihnin të gjithë dhe të cilët i njihnin ata. Kamarierët e rinj mësonin nga të moshuarit historinë e familjes që kishte filluar aty. Dhe një ditë, shumë vite më vonë, George gjeti një fije të bardhë në flokët e Maria. Ai buzëqeshi dhe e preu butësisht. Po bëhemi të moshuar, tha ajo, duke e parë në pasqyrë. Po, tha George. Së bashku. Laura dhe Klara kishin jetën e tyre, por ishin gjithmonë të pranishme. Dhe pastaj, erdhi një ditë kur Laura solli dikë të veçantë në darkë, një të ri të ëmbël, të qetë, një mësues i gjuhës së shenjave. George e pa mënyrën se si Laura shikonte atë dhe e dinte. Zemra e tij u drodh përsëri, por kjo herë me gëzim. Historia po përsëritej, por në një mënyrë të re, të bukur. Kur Maria dhe George u ulën në balkon të tyre, siç bënin çdo mbrëmje, ai e mori dorën e saj. A e mendon ndonjëherë se çfarë do të kishte ndodhur nëse ti nuk do të kisha ndaluar atë ditë në restorant? Pyeti ai. Maria e mendoi për një moment. Jo, tha ajo më në fund. Sepse unë nuk do të kisha ndaluar. Do të kisha shkuar tek ajo çfarëdo që të kishte ndodhur. Ishte e pamundur të mos shkoja. George e kishte menduar. Dhe unë, tha ai, nëse nuk do të kisha humbur anën, nëse Laura do të kishte lindur duke dëgjuar ne, ndoshta nuk do të kishim qenë këtu. Dhe kjo është një mendim i frikshëm. Sepse unë nuk do të kisha dashur të humbja këtë. Asnjë pjesë të saj. Jeta nuk na jep gjithmonë atë që duam, tha Maria, duke u mbështetur në shpatullën e tij. Por ndonjëherë na jep atë që na duhet. Dhe ndonjëherë, ajo që na duhet është pikërisht ajo që duam, thjesht nuk e dinim akoma. Ata qëndruan në heshtje, duke parë diellin perëndimtar. Nga brenda shtëpisë dëgjoi qeshja e Laura, e të dashurit të saj dhe e Klares, e cila kishte ardhur për vizitë me fëmijën e saj të vogël. Tingulli i një familjeje. I një familjeje që nuk ishte lindur nga gjaku, por nga zgjedhja. Nga dashuria. Nga një shenjë e thjeshtë në një restoran. George mbylli sytë dhe falenderoi. Falenderoi për çdo shenjë, për çdo lot, për çdo buzëqeshje. Falenderoi për anën, e cila i kishte dhënë Laurën. Falenderoi për Marinën, e cila i kishte dhënë jetën. Dhe falenderoi për Laurën dhe Klarën, të cilat i kishin dhënë kuptim. Kur hëna u ngrit, ai e çoi Marinën brenda. Dhe ndërsa hynte në dritërinë e ngrohtë të shtëpisë, të mbushur me qeshje dhe me shenja, ai e dinte se nuk kishte më shumë histori për t'u treguar. Kishte vetëm jetë. E thjesht, e plot, e përkryer. Dhe kjo ishte më e mjaftueshme. Gjithmonë ishte e mjaftueshme kur vinte nga zemra e duhur. Fund i vërtet. Dhe kështu, në heshtjen e një mbrëmjeje, George dhe Maria ndenjen në balkon, dorën në dorë. Brenda, Laura e bukur, e përkthyer në një grua, i tregonte me shenja të gjallë historinë e ditës së saj bashkëshortit të saj. Klara, me foshnjën e saj të vogël në krah, i shpjegonte me shenja të thjeshta nënës së saj, Marias, se çfarë donte të thoshte fjala gjyshja. Bota ishte plot me tinguj që ata nuk dëgjonin, por plot me kuptime që vetëm ata mund të ndanin.
Nuk kishte më shpërthime të gëzimit, as drama të mëdha. Kishte vetëm pranin. Kafen e ngrirë në gota, qeshjen e qetë, dritën e ngrohtë të dhomës që derdhej në errësirë. George pa nga njëri në tjetrin, nga Laura, e cila dikur kishte qarë në një pjatë me qep, në gruan e fortë dhe të dashur që ishte bërë, nga Clara, e cila kishte ardhur si një dhuratë e papritur, në nënën e sigurt që ishte bërë. Dhe në Maria, burimin e të gjithë kësaj të bukure, e cila e shikonte gjithçka me atë paqe të brendshme që nuk kishte nevojë për fjalë. Ai shtrëngoi dorën e saj. Ajo e ktheu shikimin dhe i buzëqeshi. Asgjë nuk duhej thënë. Gjithçka ishte thënë tashmë, me një gjuhë më të thellë se fjalët, më e vërtetë se tinguj. Gjuhë e duarve, e shikimeve, e zemrës. Kjo ishte historia e tyre. Nuk kishte fund, sepse ajo vazhdonte me çdo frym, me çdo shenjë, me çdo përqafim. Ishte një histori e thjeshtë. Ishte një histori e vërtetë. Dhe ishte më se e mjaftueshme.